Si ishte eksperjenca jote për i të bë Berlin? Andi, nuk e shef fytyrën time, unë jam shumë i lodh. Kemi bërë 20-30 takime në ditë, kemi filluar që nga ora 10-9:30 çdo ditë, nga ora 7-8 evente mbas panajirit, cocktail parties, prap duke bërë punë. Shiko, është një eksperiencë pa parë, kemi pasur shumë interes, jemi çudit nga interesi, po kemi shumë punë për të bërë tash. Andi, është viti i dytë që vinë ITB edhe këtë vit shofi interes shumë madh të partnerëve gjerman sidomos, por edhe gjithë Evropën që duan të vinë dhe të vizitojnë malet e bukura dhe natyrën e bukur shqiptare. Shumë më mirë se vitet tjera. Megjithatë gjithmonë shumë mirë ka qenë, shumë interesante. Shqipëria vazhdon të jetë rënd që ngjallet me interes. Marketingu është shumë e mirë, por që është në dorën tonë pasi si të shërbejmë. Kaq mund të bëjë një shtet, bëj marketingun, tani e kemi në dorë.